Masat e sigurisë janë të larta në këtë hotel luksoz në Stamboll, një ndërtesë që dikur i përkiste administratës perandorake osmane dhe ku këtë të hënë zhvillohet raundi i dytë i bisedimeve të drejtpërdrejta për paqen mes Kievit dhe Moskës. Delegacionet nga të dyja palët kanë pranuar të jenë pjesë e këtij raundi, ndonse presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky është pesimist se mund të arrijë rezultate. Sipas tij, Kremlini do të bëjë gjithçka që ky raund të dështojë. Të dielën sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio zhvilloi një bisedë telefonike me homologun rus Sergei Lavrov. Sipas departamentit amerikan të shtetit, Rubio kërkoi bisedime të vazhdueshme deri në arritjen e paqes. Moskva ka gati kushtet për arritjen e paqes, por nuk i ka bërë publike paraprakisht. Është folur se pritet kërkohet një traktat që garanton mosantarësimin e Ukrainës në NATO dhe njohjen e rajoneve ukrainase të aneksuara nga Rusia si pjesë e saj territoriale. Ukrainësit shkojnë në këto bisedime me pozita të forcuara nga sulmi së dielës me dron ndaj flotës ajrore bërthamore ruse në disa qytete të Rusisë, ku besohet se u dëmtuan 40 avion me vlerë $7 miliardë.